Me dhënien e deklaratave solemne të dy antarëve të reja të Këshillit Gjyqësor, ky trup plotësoi numrin e antarëve që gjithsej numëron 15. Prej tyre 8 zgjidhen nga radhat e gjyqtarëve, 3 zgjidhen nga kuvendi dhe 2 antar janë me propozim të presidentit të shtetit. Antar pa të drejtë vote janë gjithashtu kryetari i Gjykatës Supreme dhe ministri i Drejtësisë. Profesoresha universitare Arlinda Kadri Shahinović dhe avokatja Suzana Joshevska Anastasovska dhanë deklaratat solemne në kuvend si antare të Këshillit Gjyqësor para kryeparlamentarit Afrim Gashit. Edhe kryetari i Këshillit Gjyqësor Aleksandar Kambovski uroi antarët e Këshillit duke thënë se janë vlerë e shtuar e këtij trupi, me çka mund ta ushtrojë funksionin e tij kompetent. Antarët janë propozimi i presidentes së shtetit Gordana Siljanovska-Davkova dhe u zgjodhën më 12 dhjetor me shumicë votash në kuvend. Arlinda Kadri Shahinović është profesoresh në universitet me një karrierë akademike në Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkencave Politike në fond, si dhe në një universitet privat. Ajo ishte pjesë e komisionit të presidentes për falje, antarët e të cilit dhan ndërheqjen kolektive pas reagimeve publike se kishin falur një antar të dënuar të një grupi kriminal të Shkupit. Suzana Joshevska Anastasovska është avokate nga Shkupi, zyra e së cilës funksionon që nga viti 2008. Ajo gjithashtu është e njohur për publikun për paraqitjet e saj në media mbi çështjet e drejtësisë. Ajo ishte gjithashtu avokatja mbrojtëse e njërit prej të akuzuarve në rastin e Koçanit. Mandati i antarëve të zgjedhur zgjat 6 vjet me të drejtë rizgjedhje.